إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل أتى لفدرويم أتي kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, dhe ka i kërkojmë strehim dhe mbrojtje të na ruaj nga çdo devijim dhe largim nga rruga e tij. Jemi të bindur se atë që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dhe ecën i sigurt në këtë rrugë. Dhe lutë Allahu subhanahu wa taala të na bëjë prej tyre. Ndërsa atë që Allah subhanahu wa taala ka lënë në humbje për shkak të gjunafeve, shpërfilljes, zhytjesh në gjunafe dhe padrejtësi, atë Allah subhanahu wa taala e lën në humbje dhe askush nuk mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Allah subhanahu wa taala e ka bërë Islamin një sistem të plot që përfshin të gjitha aspektet e jetës vëllezërit e mi. Dhe nuk mund të jesh një musliman i mirë dhe të funksionojnë gjërat ashtu si duhet për shkak të Islamit të mirë që ke, nëse nuk përpiqesh ta përmbushësh Islamin në të gjitha aspektet. Pra, nuk mund të jesh musliman i mirë vetëm brenda në xhami dhe nuk je i tillë në shtëpinë tënde. Nuk mund të jesh musliman i mirë për sa i përket adhurimeve dhe përkryerjes së tyre, siç janë namazi, apo agjerimi, apo adhurime që i dedikohen Zotit. Dhe nga ana tjetër, të mos jesh musliman në marrëdhëniet që ke me njerëzit, me familjen, me të afërmit, me ata që punon. Pra e ka bërë Zoti subhanahu wa taala Islamin gjithëpërfshirës. Dhe nuk mund të ndodhë që ta cënosh në një aspekt Islamin dhe kjo të mos shfaqet pastaj në aspektet e tjera. Prandaj musliman duhet të bëhesh duke hyrë në fenë e Zotit tërësisht, siç thot Allahu xhaleshanu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. O ju që keni besuar, hyni në Islam tërësisht dhe mos ndiqni hapat e shejtanit. Për të ilustruar këtë themel që duhet ta kuptojë çdo musliman dhe muslimane, do të sjell disa hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilat kanë të bëjnë me një vepër që muslimani, se mos burrat, përballen çdo ditë. Për të kuptuar që tolerimi në një aspekt, në një drejtim, do të çojë se s'bën në cënimin e gjërave që janë shumë të rëndësishme. Prandaj nuk duhet nënvlerësuar nga Islami asgjë vëllezërit e mi. Nëse duam vërtet që të ecim të sigurt në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Nëse duam vërtet që t'i sigurojmë vetes lumturinë në dynjë dhe në ahiret. Kuptoje që lumturia do të arrihet vetëm nëse i dorëzohemi tërësisht Allahut subhanahu wa taala. Dhe e kuptojmë tërësisht Islamin që na ka dhuruar Zoti xhaleshanu. Dëgjoni hadithet e vëllezërit e mi dhe një shpjegim të thjeshtë të tyre për të kaluar pastaj disa dobi që dalin prej tyre. Vjen një hadith nga Nu'man ibn Bashir, i cili thot se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Aqimu sufufakum fa wallahi la tuqimanna sufufakum la tuqimuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Rregulloni rreshtat tuaja në namaz. Pasha Allahun, ose do t'i rregulloni rreshtat, ose Allahu do të sjellë përçarje ndërmjet zemrave tuaja. Do sjellë përçarje ndërmjet zemrave tuaja. Dhe transmetohet se dërguari i Allahut i rregullonte vetë rreshtat e namazit. Imami i muslimanëve i rregullonte vetë rreshtat e namazit, safet. Derisa i bënte të drejta si shtiza, i shikonte dhe i kontrollonte rreshtin para se fillonte namazi. Një herë vuri re se kraharori i dikujt nga burrat që ishin në rresht kishte dalë pak më përpara. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ya ibadallah", e tha si qortim pak më të ashpër këtë radhë: "O robërt e Allahut,
ose do t'i rregulloni rreshtat tuaja, ose Allahu do të sjellë mos pajtim mes fytyrave tuaja. Çdo thot mes fytyrave, kjo fytyrës nuk përputhet me këtë, devijojnë, largohen. Domethënë dhe zemrat do largohen. Ose do rregulloni rreshtat siç u them, ose do të ketë përçarje në zemrat tuaja. Namazi me xhamat ka rëndësi të jashtëzakonshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam, këto ishin dy hadithet e para, kemi edhe disa hadithe tjera të ngjashme me këtë, por ka disa dallime të secila për të marrë mesazhin të plotë inshallah. Namazi me xhamat ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që rreshtat të rregullohen duke qëndruar njerëzit të bashkuar dhe të ngjeshur, si një ndërtim i fortë, si një mur. Askush të mos dalë përpara dhe askush të mos mbetet pas në rresht. Kjo është pjesë e etikës së bukur përpara qëndrimit përpara Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fakt kjo është një ngjashmëri me melekët e nderuar, të cilët qëndrojnë ngjashëm. Safet tuaja thotë janë të ngjashme me safet e melekëve. Duhet të jenë të ngjashme me safet e melekëve. Melekët qëndrojnë si ndërtesë përpara Allahut subhanahu wa taala. Adhurojnë Zotin pa lën asnjë çast pa adhurim. Kurse ne kemi të përkohshëm, të pakët në jetën e kësaj dhunjaje. Madje si thuhet, një nga përshkrimet e ummetit të fundit, nga përshkrimet që janë në librat e vjetër, që i ka përshkruar profetët ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është pikërisht dhe kjo. Safet e tyre në luftë, në namaz janë si safet e tyre në luftë. Pra qëndrojnë të rreshtuar për Allahu subhanahu wa taala në adhurimin e Zotit xheleshan. Edhe në luftë qëndrojnë të rreshtuar, të bindur secilin në detyrën e vet dhe gatshëm për zbatuar atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Bashiri, ky sahabi që sjell këtë hadith, tregon se i dërguari sallallahu alaihi wasallam i rregullonte rreshtat vet, duke kaluar ndërmjet tyre subhanallahu. Keni parë ndonjë imam sot që kaloi mes rreshtave dhe të shikoj drejtohu se ti si jemi, drejtoj, futu, dil pak më jashtë, futa gjoksin brenda, drejtoj rreshtin, siç do vinë hadithet më poshtë, bashkoi këmbët, edhe supet. Ai që ka bërë ushtrinë e kupton se ç'do thotë, ë? Merr drejtimin thotë. E janë në rresht. Edhe shikoni të gjithë, domethënë rreshti merret nga qafa, nga gjoksi, duke parë gjoksin e tjetrit. E njëjta gjë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, merrni drejtimin, domethënë qafat tuaja të jenë në vijë të drejtë, qafat, sepse kjo është edhe gjoksi është në vijë të drejtë dhe trupi është në drejtim të drejtë. Është si mur, si blind, e pa kalueshme për shejtanin e mallkuar. Në për rreshta kalon te profeti sallallahu alajhi wasallam. Kontrollon të rreshtat. Do qëndrojmë para Allahut xheleshan. Jemi ummet të gjithë bashkë do qëndrojmë para Allahut subhanahu wa taala. Kujdesi i imamit, bindja e xhamatit, kujdesi që të gjithë mos tolerojnë asgjë më të vogël, se profeti alayhis salam thotë do na përçajnë zemrat nëse nuk bëjmë këto gjëra që në duke janë të vogla dhe teknike. E mos s'ka ndonjë rëndësi të madhe. Mjajta ka qenë rëndësi të madhe këtyre çështjeve. Ose do rregulloni rreshtat tuaja, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. E qortoi atë që kishte nxjerr pak gjoksin përpara, ndoshta duke mos i dhënë rëndësinë e duhur urdhrit të parë. Ose do rregulloni rreshtat tuaja, ose Allahu do sjell përçarje ndërmjet jush. Kuptimi është se rregullimi i rreshtave nuk kupton që adhuruesit qëndrojnë në një vit të vetme, me qëndrim të barabartë dhe të harmonizuar të gjithë bashkë. Para lajmërimi, Allahu do sjell përçarje ndërmjet fytyrave tuaja në hadith, transmetimet e tjera ndërmjet zemrave tuaja. Do të thotë se ai Allahu subhanahu wa taala mund të ndajë synimet, bën që synimet e këtij të mos jenë si të këtij tjetrit. Dhe përçarja nga vjen pikërisht nga veprat tona, nga neglizhimi në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të ketë bashkim, afrim, dashuri, harmoni mes vëllezërve. Në Islam gjithë predikojnë dashurinë për hir të Allahut, vëllazërinë për hir të Allahut. Vallahi nuk ka përpasur vëllazëri dhe afrim nëse të gjithë të afrojnë dhe ty në Islam të rësisht. Përpiqen me gjithë të gjërat, pak në të gjërat madhore që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga domethënët e rregullimit të rreshtit është edhe mbyllja e boshllëqeve vëllezërit e mi. Kur themi rregulloni rreshtat, duhet domethënë mos ketë boshllëqe mes safit. Gjithashtu safet të mos jenë shumë larg nga njëra tjetra, po të jenë mjaftueshëm sa ç'është një saf, mos formojë një saf tjetër mes tyre. Gjithashtu nuk fillohet safi i dytë nëse nuk është mbushur safi i parë. Të jetë i mbushur plotësisht, mos kesh vende boshe, djathtas dhe majtas. Pra, kujdes çdo njeri që vjen në xhamat, kujdese që kjo eskort besimtarësh
tashmë ka dalë para Allahut subhanahu wa taala. Dhe duhet që ky grup që jemi gjithë bashk, duhet kur dalim para Allahut subhanahu wa taala, dalim ashtu si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është prej namazit për kryer. Për plotësimit namazit siç do vinë hadithet më poshtë. Ky hadith na mëson se rregulli i jashtëm në adhurim është pasqyrë e rregullit të brendshëm. Drejtimi i rreshtave ushqen unitetin e zemrave dhe e mbron xhamatin nga përçarja. Hadithi tjetër. Në këtë hadith, për këtë hadith e sjell Anas ibn Malik dhe e shënojnë Buhariu dhe Muslimi, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yalziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Rregulloni rreshtat tuaja, thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam. Sepse unë ju shoh nga pas shpinës, nga një shtesë në hadith. Kjo është nga mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Unë ju shoh edhe nga pas shpinës time. Ju shoh. Dhe secili prej nesh e ngjiste shpatullën, thoshte Enesi. Secili prej nesh ngjiste shpatullën e vet me shpatullën e miku, e shokut vet, e vllait të vet. Dhe këmbën me këmbën e tij. Pra këmbët hapeshin aq sa ishte gjerësi e shpatullave dhe qëndronin ngjitur me njëri tjetrin. A thua se tashmë ishin salduar me njëri tjetrin, bashk. Kjo është drejtësia, as para, as mbrapa, të ngjeshur, jo të ngjeshur fare që të kthehet dikush, ndërkohë që qëndrojnë në vit të drejtë, por as edhe të qëndrojnë të hap këmbët aq sa të qëndrojnë shpatullat nuk përputhen. Pra do një qëndrim të tillë që ky grup besimtarësh ta shikojë Zotin subhanahu wa taala me mëshirë. Edhe të pranojë namazin e tyre. Dhe të zbresë mëshirën e tij, Allahu subhanahu wa taala. Ja kështu është kujdesi për namazin me xhamat. Namazi është përgatit gjithë ummetin, namazi. Në namaz përgjigjen lutjet, zbret mëshira e Allahut subhanahu wa taala, zbret ndihma e tij, zgjidhen hallet dhe problemet, fitohet xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Përmjet këtij namazi e bën Zoti xheleshan. Në këtë hadith sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregohet se ishin të shpejt në zbatimin e urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jepnin gjithë mundi për t'i përmbushur sikurse i urdhëronte profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith i dërguar i Allahut i urdhëron shokët e tij që të rregullojnë rreshtat, domethënë t'i barazojnë dhe t'i bëjnë të drejtë, që ata të qëndrojnë në rresht të jenë në vijë të vetme, mos ketë dalje para dhe mbrapa, edhe në këtë hadith. Në këtë urdhër përfshihet dhe mbyllja e boshllëqeve në rresht. Pra nuk duhet të ketë hapësira dhe boshllëqe në rresht. Profeti arsyeton këtë urdhër sallallahu alaihi wasallam duke përmendur një mrekulli për mrekullive të tij. Dhe thotë, unë ju shoh nga pas një lloj siç shikoj përpara. Dhe kjo është e veçantë për profetin sallallahu alaihi wasallam, që ai e shikonte atë që ishin pas në safin e tij. Gjithashtu ka mundësi që e tha profeti këtë, sepse disa njerëz mund të mos kujdeseshin mjaftueshëm për urdhën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra u tha këtë fjalë, unë ju shikoj mbrapa siç ju shikoj tani, për t'i bërë më të kujdesshëm së pari të pakujdesshmit, për ata që janë pavëmendshëm në këtë urdhër, nuk japin rëndësi, se bëhet rutinë, çdo herë thotë drejtoni safin, shtrëngohuni. E thot një herë imami, dy herë, edhe kjo mund të bëhet rutinë dhe ndoshta nuk jep rëndësinë e duhur. Tha profeti Erse me shtoi këtë, unë ju shoh nga mbrapa siç ju shikoj tani përpara. Ose ka mundësi që disa hipokrit, munafik, nuk e zbatonin fare këtë rregull, aq më tepër mes tyre kish nga ata mendje më dhënë, domethënë, nga paria e Medinës, ish paria e Medinës si quheshin, që ishte munafik, krye munafik. Si mund të bashkohen në rresht bashkë me Bilalin, Habeshiun, sklavin sipas në sytë e tij, ose tati tjetri që nuk ishte aty në një nivel, nuk afrohej me të. Pra, kallojnë njerëzish profeti sallallahu alaihi wasallam, u jepte këtë kërcënim. Më pas, Enesi na tregon se cili prej tyre ngjiste shpatullën me shpatullën e atij që kishte pranë. Dhe këmbën me këmbën e tij, duke treguar përpjekjen maksimale për rregullim të përpikt dhe përmbushje të plotë të urdhit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Shikojnë sahabët e gjithë, shikonin, rregulloheshin, qëndronin drejt, kontrollonin drejtimin, mos janë para mbrapa, para se të dilnin namaz. Kjo është, domethënë, përkushtim ashtu si duhet, lutë Allahu na bëj prej tyre. Lutë Allahu ta rregullojmë namazin tonë. Pakti namazin që është kreu i gjithë adhurime, me rregullimin e tij pastaj vjen rregullimi i të gjithë të tjera me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi tregon urdhri për rregullimin dhe zbukurimin e rreshtave në namaz. Imami duhet kujdeset për rreshtat dhe pashtu edhe xhamati duhet kujdeset vetë për këtë çështje, pra duke parë njëri tjetrin dhe duke rregulluar.
Lejohet të flitet mes ikametit dhe fillimit të namazit, sepse profeti kur thirret ikametit disa kanë mendimin po thirr ikametit s'ka fjalë. Jo, lejohet fjala, por të jetë e dobishme. Jo fjalë, lloj fjalë, është bisedat e kota që bëjmë ne. Pra, nëse është për dobi, edhe xhamati më thotë vëlla, drejtohu, imami mund të flasë dhe të udhëzoj besimtarët, afro, e shiko dikush i pavëmendshëm ri, domethënë as se ka mendjen fare, tërhiqe, eja, afro, bashkohu. Nëse s'pranon, pastaj është tjetër punë. Ka njerëz që nuk pranojnë, as duan të afrojnë këmbët, as të bashkohen. Allahu musta'an. Të paktën bëj detyrën tënde. Allahu e di subhanahu wa taala në jetën e gjithë secilit. Ky hadith na mëson se rregulli i jashtëm në adhurim është shenjë për kushtimit të brendshëm dhe sa namazi me xhamat kërkon disiplinë, unitet dhe bindje të plotë ndaj udhëzimeve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Hadithet e tjera vëllezër e mi, po i them vetëm shqip. Këtë hadith e sjell përsëri Enes ibn Malik, e ky është hadith i saktë. Rregulloni rreshtat tuaja dhe ngjeshuni fort. Pasha atë në dorën e të cilit të shpirti im, unë e shoh shejtanin mes rreshtave tuaj, sikur të ishin dele të zeza të vogla. Subhanallah, profeti sallallahu alaihi wasallam, unë e shoh shejtanin futet mes jush. Të thotë dikush, më mirë, Allahu na rrit mund të kaloj edhe në tallje me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Futet shejtani, po mos ta kaloj shejtani mes këmbëve. Më mirë të kaloj këtë anësh, mos ta kaloj mes këmbëve dhe mbyll këmbët. Edhe që ndonjë këmbë të mbyllura. Jo. Kjo është tallje me atë që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse të ka thënë, unë shikoj shejtanin hyn mes jush dhe duhet të bashkosh këmbët, edhe shpatullat bashko këmbët dhe shpatullat. Janë hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo nxjerrje nga konteksti ose tallje hap syt se mund të kalosh në tjetër nivel. Në një transmetim tjetër, ngjeshini rreshtat tuaja. Pra, rasu sufufekum, tarasu, ngjeshuni. Ngjeshini rreshtat tuaja. Afrojini ato, pra mos ketë largësi mes rreshtave, aq sa të bjen në sejdë njeriu, mos ketë më shumë se sa të bjen në sejdë. Afrojini ato dhe drejtohuni sipas qafave. Pra do më thënë qafa dhe gjoksi është ajo që ti merr drejtimin me shokun. Kjo tregon që drejtimi nuk merret në majet e gishtave, se ndonjëherë kemi vendosur vija në tapet. Dhe mendojmë që drejtimi merret duke vendosur majet e gishtave tek vija, po sa njerëz mund të jenë më të gjatë, këmbët i kanë më të mëdha dhe bën vaki që nëse vendoset ai del më mbrapa. Ky hadith i profetit sallallahu alajhi wasallam thotë, merrni drejtimin sipas qafave. Domethënë, drejtimi merret duke bashkuar pjesën e themrave ose kërcirin, pjesa e kërcirit dhe themrave, dhe pjesa e shpatullave. Kjo është ajo që jep drejtimin, e të gjithë qëndrojnë gjokset në rregull. Le të dalë këmbë më para, se dikush mund të jetë më i gjatë. Zakonisht gjithë kanë parafërsi në trupat e tyre, kështu që nuk bie, nuk dallohet kjo diçka. Kështu që e rëndësishme pra edhe një herë të drejtohuni sipas qafave, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pasha atë në dorën e cilit të shpirti Muhamedit, unë i shoh shejtanin duke hyrë nga boshllëqet e rreshtit, sikur të ishin bagti të vogla të zeza. Kjo është një tjetër veçori e profetit sallallahu alaihi wasallam, e cili na tregon që futet shejtani mallkuar. Merret shejtani mallkuar me namazin ton, patyshim që merret me namazin. Nëse nuk merret me namazin e gjithë secilit, që ta largojë nga Allahu subhanahu wa taala, ta bëj të shpërqendrohet, mos marrë shpërblimin e kërkuar dhe synuar, me çfarë do merret shejtani mallkuar? Ose duket as pak çudi, me atë shejtan të mallkuar që merren vetëm me çështjen e namazit, siç e quan profeti sallallahu alaihi wasallam, një lloj shejtani khinzeb, merret vetëm me këtë çështje. Të tjerë që futen mes safeve, futen mes tyre që të bëjnë vezvese, ta prishin namazin, është adhurim që po e bëjnë këta besimtar, fitojnë xhenetin e Allahut xheleshan. Kujton se shejtani mallkuar do ri duar kryq, që mos ndikojnë në këtë adhurim, fiksojnë edhe këtë dobi nga hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka dobit kryesore të hadithit, theksi i fortë në rregullimin dhe ngjeshjen e rreshtave në namazin me xhamat. Çdo më thënë ngjeshje, pra të mos ketë hapësira mes shpatullave dhe këmbëve të tyre, por të jenë të ngjeshur, mjaftueshëm, por jo më tepër se sa duhet, edhe një herë theksoj vëllezërit e mi. Kur them ngjeshjen e rreshtave, nuk do thotë dikush gjen një hapësirë shumë të vogël dhe hyn atje me demek për të plotësuar safin, ndërkohë që kjo do t'i ngushtonte të gjithë. Në vend që të qëndronin drejt, do zhvendoseshin gjatë namazit. Jo. Nuk është kjo ngjeshja e kërkuar. Ngjeshje që të jenë të gjithë në një rresht dhe duken një strukturë, domethënë, unike. Kjo është qëllimi i ngjeshjes në namaz. Mbyllja e boshllëqeve si mbrojtje dhe ndërhyrja e shejtanit mallkuar, edhe hadithi na tregon që ai mallkuar punon
që të ndikojë dhe të prish namazin. Kujdesi veçantë i profetit sallallahu alaihi wasallam për cilësinë e adhurimeve me xhamat. Jo vetëm për formën e tij. Subhanallah. Kjo është një dobi që duhet ta marrin imamët. Marrin shembull nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Si kujdesej ai për namazin me xhamat, për xhamatin e vet. Kujdese domethënë që ata të qëndronin. Më thoni, nëse ai kujdeset për formën e jashtme të namazit, nuk kujdes ai domethënë edhe për atë që ndjenin brenda në zemrat e tyre, pra do të punoj si profeti sallallahu alaihi wasallam, ashtu dhe njerëzit ose imamët punojnë pra me xhamatin. Edhe kjo është një dobi e rëndësishme. Hadithi tjetër, rregulloni rreshtat tuaja, sepse prej plotësimit dhe përsosmërisë së namazit është rregullimi i rreshtit. Allahu xhaleshanu thot: "Wa aqimus salata wa atuz zakata." Në çdo ajet Kurani që flet për namazin, thot aqimus salata, nuk thot bëjeni namazin. Thot përkryejeni namazin, përsoseni namazin. Dhe thot numrin shumës, ju, të gjithë bëjeni, nuk thot vetëm numrin njëjës. Aqimus salata, përkryejeni namazin o ju grupi besimtarve. Dhe prej përkryerjes së namazit është pikërisht dhe drejtimi i rreshtave dhe ngjeshja e tyre, plotësimi i tyre, rregullimi i tyre. Kjo është pjesë e përkryerjes së namazit që na ka urdhëruar Zoti xhaleshanu. Prandaj marrja seriozisht e kësaj teme, elhamdulillah, është pjesë e përkryerjes së namazit. Namazi, nga dobia e këtij hadithi, nuk përsoset vetëm me lexim dhe lëvizje, por edhe me rregull, disiplinë dhe unitet. Kush e neglizhon rreshtin, ka mangësinë për sosmërinë e namazit të tij, ndërsa kush e rregullon atë me kujdes, i jep namazit bukuri, forcë dhe mbrojtje të madhe, pra i ofron vetes mbrojtje të madhe nga Allahu subhanahu wa taala. Rregulli i rreshtit është pra rregullimi i rreshtit është rregullimi i zemrave, siç e tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin hadithet, të cilat na tregojnë qartë se sa rëndësi i jepte profeti sallallahu alaihi wasallam sahabët rregullimit të namazit me xhamat. Dhe kuptonin që përmirësimi i adhurimit sjell dhe rregullimin e zemrave dhe afrimin dhe harmoninë e tyre. Nëse nuk përpiqemi të rregullojmë namazin që është thelbi i adhurimeve që kemi për Allahun subhanahu wa taala, atëherë si mund pretendojmë se do rregullojmë marrëdhëniet mes nesh? Edhe do të kemi harmoni me njëri tjetrin, dashuri, e do të jemi si trup i vetëm, si grup, si ndërtesë e fortë, si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Haroje, nuk mund të jesh asnjëherë tillë. Vetëm nëse përpiqesh për të rregulluar, dhe rregullimi vjen me gjëra të vogla para të mëdhave. Rregullimi vjen me gjëra të vogla para të mëdhave. Luma ai që përpiqet. Luma ai që përpiqet për veten e vet dhe e përkryen adhurimin e tij, Allahu subhanahu wa taala, të na mundsoj të përkryejmë adhurimin ton, të afrohemi tek ai, të na pranoj mirësitë dhe adhurimin që bëjmë për të. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Disa dobi nga këto hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Së pari, vëllezërit e mi, lidhja e zemrave dhe futja dashurisë mes zemrave të muslimanëve për njëri tjetrin është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Askush nuk mund ta kryejë diçka të tillë përveç se Zoti xhaleshanu. Kujtoni këtu fjalën që vetë Zoti subhanahu wa taala i thot profetit të tij, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa bayna qulubihim, është Allahu që lidhi mes zemrave të besimtarëve me njëri tjetrin. Dhe mendoni çfarë kategori ishin sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më të mirë pas profetëve janë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. E megjithatë, në lidhje me ta, Allahu xhaleshanu thot wa allafa bayna qulubihim, është Allahu që i lidhi zemrat e tyre. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Se kur të shpenzoje ti o Muhammed gjithçka në qiell dhe në tokë, ti shpenzoje që të lidhje zemrat e tyre, nuk do mundje ta bëje këtë punë. Por sa ishte Allahu që i lidhi ato. Inna Allaha azizun hakim. Allahu është krenar. Edhe ai është i urtë, Allahu subhanahu wa taala.
Pra, edhe njerë du të fiksuar që lidhja me zemrave është dhurata e Allahut xhaleshanu. Dhe dhurata nuk jepet kot në ajër, por jepet sepse bashkësia njerëzit e synojnë dhe e duan atë. Ashtu sikur se imani nuk jepet në mënyrë arbitrare dhe pa lidhje, por se jepet sepse robi përpiqet, e kërkon, ja kërkon seriozisht Allahu subhanahu wa taala. I përulet që t'ja jap Zoti xhaleshanu. Pra nuk mund edhe afërsia e zemrave nuk mund të arrihet nëse nuk ta jep Zoti xhaleshanu. Dhe pa përpjekjet e duhura. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, siç e keni dëgjuar shpeshherë, që zemrat janë mes dy gishtave të Rahmanit dhe ai rrotullon ato ashtu si të dojë. Por kjo, vëllezërit e mi, do të thotë që harmonia e zemrave është edhe një herë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Përçarja e zemrave është ndëshkim nga Allahu subhanahu wa taala, ndërsa bashkimi i tyre është mirësi dhe dhuratë prej tij. Edhe një herë, përçarja e zemrave, urrejtja që gjendet mes tyre është ndëshkim nga Zoti subhanahu wa taala. Dhe afrimi mes tyre është dhuratë dhe mirësi nga Zoti subhanahu wa taala. Pavarësisht se kujt i rëndon faji, dikujt më shumë, dikujt më pak, dikush s'ka fare faj sepse është i drejtë dhe mbajti rrugën e drejtë, dhe tjetri është i rënuar, i larguar nga xhadeja, nuk ka rëndësi, i shikon Zoti këto, subhanahu wa taala. Ai i vendos se kush e ka ditën e gjykimit. Por një gjë është e sigurt, që në përçarje ka ndodhur një devijim, ka ndodhur diçka që e ka shkaktuar këtë largim të zemrave, sepse çdo gjë është në dorë të Allahut. Kur zemrat ndahen, problemi nuk është thjesht organizativ apo shoqëror mes njerëzve, që domethënë të mundet njeriu ta rregullojë me mënyrat e tij, jo, ta rregullosh në mënyrë që ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Dhe mënyra, siç na tregojnë hadithet, zbatimi i plot i fesë Allahu subhanahu wa taala. Hyrja në Islam tërësisht, në mënyrë që elhamdulillah të afrojë zemrat e të bëjë Zoti subhanahu wa taala të lidhur për hir të tij dhe zemrat të bashkuara. Allahu i bashkon zemrat atyre që binden atij dhe i përçan ato zemra që largohen nga bindja ndaj tij. Së dyti, e jashtëmja, ajo që shfaqet, ndikon në mënyrë të pashmangshme edhe brenda në zemër. Mos mendojmë që, domethënë, veprat që ne shfaqim dhe bëjmë nuk kanë rëndësi në zemër, nëse zemrën ti e ke të bindur. Shumë njerëz thonë, pasi i thua, ore fal namazin, eja të përmirësohemi, të zbatojmë fenë Allahut subhanahu wa taala, zbatojmë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, eja të qëndrojmë brenda kufive, të mbajmë drejtësinë dhe hajrin. Thotë, e rëndësishme është ai që unë kam në zemër. Zoti e di zemrën time. E jo vallahi. Nëse shfaqet e kundërta e të drejtës, e të mirës, e të urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala, mos më thuaj e kam zemrën të mirë, ose mos më thuaj se Zoti e di zemrën time. E di niyetin tim dhe qëllimin tim. Vallahi mos më thuaj këtë. Sepse ajo që shfaqet se s'bën do të ndikojë në zemër. Ti je i bindur. Mendo, në namaz, ti je një devijim që ndoshta si e për rëndësi. Ky është një ndoshta nga shembujt më të thjeshtë. Dhe zemrat kundërshtohen dhe përçahen sepse vjen dëshkim nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk është diçka që është vetëm nga veprimi, se e mirë kuptojmë me njëri tjetrin, s'ka problem. Vjen dëshkim nga Allahu subhanahu wa taala. Feja Allahut është e plotë, është e gjithanshme. Nëse e cënon dhe e braktis në një aspekt, do të vi posulla, do të vi fatura, do ta marrësh. Pra edhe njëherë, parimi Islam, e jashtme dhe e brendshme janë të ndërlidhura. Islami nuk e sheh njeriu të ndarë në zemër dhe në trup, të pavarur, por si një tërësi. Profeti ka thënë sallallahu alaihi wasallam, në trup është një copë mishi që nëse rregullohet i gjithë trupi, nëse prishet i gjithë trupi. Kjo tregon që lidhja mes zemrës dhe veprave të jashtme është e ndërsjellët. Prishet njëra, prishet tjetra. Edhe nëse prishet kjo tjetër, se s'bën do prishet tjetra. Pra nëse prishet veprat, edhe zemra nuk mbetet pa ndikim. Nëse zemra është e prishur, prishen dhe veprat. Mos më thuaj domethënë që e di Zoti çfarë kam në zemër dhe pastërtinë e zemrës time. Veprat e jashtme janë pasojë e gjendjes së zemrës, por edhe shkak për forcimin ose prishjen e saj. Thot Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Pse përmirësimi i jashtëm përmirëson dhe të brendshme? Rregullimi i rreshtave rregullojnë zemrat, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadithet që dëgjuam. Për ulja me trup dhe përkushtimi me trupin tënd tregon dhe përkushtim të zemrës. Do dhe zemra do të kthehet dhe do të afrohet. Disiplina në adhurim do thot edhe disiplinë shpirtërore. Dhe kjo shfaqet dhe marrëdhëniet mes
vëllezërve. Kjo është arsye pse profeti sallallahu alejhi wasallam i kushtoi kaq rëndësi formës së namazit, reshtave, pamjes, qëndrimit, veshjes, etikës, pastërtisë. Pra të gjitha i kushtoi këto rëndësi pse? Se këto janë të rëndësishme, Islami është i plotë vëllezërit e mi. Elus Allahun ta kuptojmë. Elus Allahun të jetojmë me të. Një pikë që është pjesë e kësaj që thash, që e jashtme ndikon tek e brendshmja dhe është shumë e rëndësishme, përgjasimi me qafirët dhe ndikimi i brendshëm i këtij përgjasimi është i pashmangshëm. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush i përngjan një populli është prej tyre. Men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ai që i përngjan një populli është prej tyre. Ky hadith nuk flet vetëm për formë, pamjen e jashtme, por afrim zemre, pranim kulture, imitimin e vlerave. Përngjasimi i jashtëm do bëson ndjenjen e dallimit fetar. Ka dallim muslimani nga jo muslimani. Muslimania nga jo muslimania. Ka dallim në të gjitha aspektet. Dhe në fakt janë të shumta, nuk janë vetëm të jashtme. Vetëm luku ose etika e të veshurit apo të folurit janë në të gjitha drejtimet vëllezërit e mi. Pra përngjasimi i jashtëm do bëson ndjenjen e dallimit fetar, normalizon vlerat e huaja, përgatit terrenin për devijim të zemrës. Së treti, sot aspektet ku muslimanët u përngjajnë jo muslimanëve dhe janë të predispozuar të devijojnë janë të shumta. I lumi ai që është i kujdesshëm, e ruan veten dhe të dashurit e tij nga këto përgjasime dhe largime nga rruga e drejtë dhe i miri ai që e shpërfill. Elus Allahu na bëj nga ata që kujdesen. Nuk flasim për, domethënë, imitimin e të huajve për çështjet teknologjike ose zhvillimin, sepse kjo është proces dhe prodhimi i njerëzimit bashkë, nuk është vetëm i qafirëve dhe mohuesve të besimit. Është gjithë njerëzimi ka dhënë mundin e tij për të sjell këtë zhvillim dhe këtë hajër nga ana materiale. Po flasim për përgjasim me sjellje dhe me doktrina dhe besime. Në pamje dhe në identitet. Heqja dorë nga dallueshmëria e Islamit në veshje. Pra muslimani dhe muslimania nuk duhet heq dorë nga përkatësia dhe luku i saj. Muslimani ka dhe muslimania në mënyrë të veçantë, po edhe muslimani me pamjen e tij, me mjekrën e tij, me veshjen e tij, modeste. Pra ka rëndësi të veçantë në këtë aspekt që po flasim. Turpi për simbolet fetare. Shpesh njeriu muslimani ndihet i turpëruar për të qenë e tij musliman, që falet apo që agjeron, mundohet ta fsheh. A thua se është një turp? Jo vëlla. Ti je me identitetin tënd dhe do të jetosh rehat. Po jo unë jam punoj me dikë i cili nuk është musliman. Si t'ja bëj ti fal namazet, ti bashkoj të gjitha në fund të ditës që mos më shoh? Subhanallahu. Ç'është ky turp? Ç'është kjo fshehje? Ndërkohë që ti je musliman, ti po kërkon xhenetin e Allahut, ti je më lart se të gjithë të tjerët që nuk janë të tillë. Pse se ke pranuar e beson Allahun subhanallahu një të vetëm. Të fshihesh, kjo është pjesë e përngjasimit, një tendencë që ti do të jesh i padallueshëm nga ata. Jo vallai, do të jemi dallueshëm aty ku jam i dallueshëm. Aty ku jam, alhamdulillah. Kjo kështu më mëson feja ime. Un jam ky që jam dhe më prano ose mos më prano, nuk kam ndonjë problem të madh mos më pranosh. Gjithashtu kemi përgjasim në moral dhe sjellje. Normalizimi i moralitetit. E bën gjithë bota. Edhe ne jemi bërë pjesë e saj. E shikojmë moralitetin, paguajmë ato platformat digjitale domethënë për t'i parë në atë ditë dhe i japim lek atyre dhe ushqejmë që të vazhdojnë sherrin, edhe ti vazhdon. E kështu është bota, do t'i marrë, duket normale. Jeti, kanë të gjithë televizor, ke edhe televizor. Kanë të gjithë në platforma, edhe ti ke platformat. I paguajnë të gjithë këto, edhe ti do t'i paguash. Ku shkon Allah? Ku shkon? Mbaje vetëm mos bëj pjesë e zullumit dhe mos e normalizo imoralitetin. As me sjelljen tënde, as me mbështetjen tënde. Gjithashtu, relativizimi i haramit është relative. Pra nuk duket gjë e madhe, se mësohesh me të, ambientohesh me haramet. Nuk të bëmë përshtypje të shikosh me haram me sytë e tua, apo të dëgjosh haramin me veshjet e tua, apo ta flasësh të keqen me gojën tënde. S'e duket më problem, sepse kalon çdo ditë e ke ndërtuar në këtë formë, por nuk e kupton që kështu po e mbush thesin me gjunafe për ditën e gjykimit. Dhe po shkon atje ku nuk lëvdohesh për të tilla gjëra. Edhe justifikimi i gjunafeve. Po kështu dhe në mendësi dhe në vlera vëllezër. Ne i përngjasojmë tashmë muslimanët qafirëve edhe në mendësi dhe në vlera dhe mënyrën se konceptojmë jetën o vëllezër. Matja suksesit vetëm me pasuri dhe famë,
pra vetëm duke pasur pasuri dhe famë, ti je i njohur ndë njerëz, kështu je i respektuar. Nuk e shikoj respektin që je i dashur tek Zoti apo jo, po e fiton ahiretin apo jo, je i shpëtuar nga ndëshkimi i Zotit në dynja dhe në ahiret apo jo, e ke zemëruar Zotin apo e ke kënaqur. Nuk janë këto kriteret tona, Allahu mustan. Allahu na përmirësoj. Gjithashtu, frika nga humbja e dynjas më shumë se sa nga humbja e ahiretit. Më shumë friksohet njeriu që humbet një vend pune, se sa friksohet që e humbet lidhjen me Allahun subhanuhu teala. Është gati të sakrifikojë çdo pjesë të fesë të tij, vetëm që të qëndrojë dhe të marrë një copë pune që mendon se do t'i sigurojë riskun ajo. Në fakt risku vjen nga Allahu subhanuhu teala. Kjo është një mendësi jo e sëmur, por kjo është e rënua, gati në vdekje. Nuk është shua se si mendon muslimani. Planet e muslimanit dhe muslimanes janë lidhura me Allahun subhanuhu teala, me ahiretin, kënaqësinë e Zotit. Të adhuroj Zotin, le të jetë gjithë bota kundër. Ti elhamdulillah je në rrugën tënde dhe je i sigurt me premtimin e Allahut xhaleshan. Gjithashtu, shohim domethënë që shumë njerëz janë individualist, nuk jetojnë me shoqërinë. Edhe kjo është pjesë e infektimit nga mënyra e kësaj dynjaje. Mendo, në xhamat edhe namazin jemi gjithë bashkë, rregullohemi. Kështu janë muslimanët dhe në jetën e përditshme, kështu duhet të jenë. Po ja që secili nuk janë ndjen për tjetrin. Secili jeton vetëm për veten e vet. Edhe kjo është pjesë e infektimit ton në mendësi, mënyrën se shikojmë jetën. Profeti sallallahu alajhi wasallam kujdesej për të gjithë, një për një. Futë gjoksin, ti ecë më përpara, ti drejtohu. Siç ndodh në namaz, kjo është dhe kujdesi për jetën, për rregullsinë e tyre, për mbarvajtjen e tyre. Sa i kemi parë dikë që është në gjunaf, edhe është në shkatrim, e kemi këshilluar, jemi merakosur për të, sepse jemi vëllezër. Ku është dashuria mes nesh? Ku është afrimiteti dhe harmonia ose dashuria e ndërsjellët? Nëse jetojmë vetëm për veten tonë, Allahu mustan. E keqja është se tashmë nuk po janë ndjen më as për fëmijët e tyre, subhanallahu. Sa ndjen as për nënën dhe babain, që falet apo s'fal namaz, as për vllajën dhe për motrën, as për njerëzit e afër, as për fëmijët e tu, as për njeri, faqen e dheut, ka më keq se kaq infektim të është vdekje. Njeri është kthyer tashmë, a thua se po jo ti jem në rregull vet. Pa i në rregull vet, Allahu mustan. Elus Allahu na përmirësojë vëllezërit e mi. Nuk po zgjas më shumë se kaq. Hadithe që solën nga profeti sallallahu alaihi wasallam na japin mesazh shumë të fortë që përmirësimi i adhurimeve dhe plotësimi i bindjes ndaj Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam sjell rregullim të plotë. Çdo cenim në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, në ndjekjen e rrugës së profetit sallallahu alaihi wasallam, do sjell se s'bën cenime në aspektet e tjera. Të jemi të bindur dhe asnjëherë mos e heqim nga mendja dhe zemra. Nus Allahu na përmirësoj ne dhe vëllezërit tan dhe gjithë ata që i duam dhe na duan. Nus Allahu të jemi udhëzues, të udhëzuar në rrugën e drejtë. Së fundi çoni salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.